Festivali Mbarkombëtar I Teatrit për Fëmijë 1-1 Dritaret, që për të 15 vite radha zimbahet në Berat, u fitua nga trupa teatrale e Shkodrës, të cilët vu në skenë dramën Matilda. Aktoria shkodrane Drane Xhaj vlerësoi përkushtimin e fëmijëve që performuan në skenë. Ishte një satisfakcion I papërshkruar. U shpërbly mundi, sakrifica, puna, përkushtimi e gjithë shka tjetër. Jam shumë e lumtur, kam një ekip të mrekullueshëm, Shkodra ka fëmijë të jashtëzakonshëm që shkëlqejnë në të gjitha kompeticionet. Aktorët e vegjël të Qendrës Kulturore për Fëmijë Kujtim Alia në Shkodër ndanë emocionet e para pas fitores. Ishte një emocion I papam, kina bërë shumë përgatitje për me arrit deri në këtë pikë, edhe du me falenderu shumë instruktorën tonë, zysh Drane Xhajn. Shfaqja jonë ka qenë musical Matilda, e cila ka folë për një vajzë, cilë prindrit e saj nuk e trajtojnë shumë mirë. Ka mesazhe të forta mbi libat, mbi leximin, mbi dashurinë familjare. Ka një emocion shumë I bukur. Festivali Mbarkombëtar I Teatrit për Fëmijë 1-1 Dritaret u organizua në hamamin e Vrionasve, ndërsa performuan fëmijë nga mosha 5 deri në 15 vjeç, të ardhur nga Kuksi, Elbasani, Dimali, Berati e Vlora.